Të gjitha problemet që mund të kenë ekzistuar të vërteta apo të imagjinuara në lidhje me partnerët e tyre tashmë kanë mbaruar. Por kemi kaluar në fazën kur mund të bëjnë marrëveshje të cilat nuk janë vërtet të dobishme. Sidomos në lidhje me të ardhurat materiale të përbashkëta, do t'i këshilloj që të jenë vërtet shumë të vëmendshëm, sidomos ata që janë me ascendent tek Shënjeri Birgjëreshës. Këtë javë do të kenë një shkëlqim vërtet shumë të madh në karrierë. Të gjitha vonesat që mund të kenë ekzistuar në këtë temë. Në qoftë se kemi pasur një padrejtësi që ka ndodhur, në qoftë se dikush është promovuar ose është rritur në detyrë, edhe pse nuk e meritonin. Pra, gjatë kësaj jave do të kemi një drejtësi, sepse Shënjeri Birgjëreshës do të shkëlqejë vërtet shumë. Çdo gjë vjen me kushtin që ne duhet të ndihmojmë të tjerë. Do të fillojmë që të kemi udhëtime të shumta dhe për Shënjerin Birgjëreshës, të mos jashtë shtetin nëse kemi pasur vonesa në bazë të dokumentave, apo mund të kemi pasur vonesa sepse ata vetë nuk ishin mirë nga ana materiale. Gjatë kësaj jave do të fillojmë që të kemi tejkalimin e këtyre problemeve.